a shkon në xhenet pa mbulesë. Nuk jam unë kompetent për këtë punë, të ndëruar shikues. Xheneti është i Allahut, ai gjykon për xhenet. E jam është me gjyku për veprat, a është në rregull a nuk në rregull. Edhe këtë ju nga unë, po nga ato që ka thonë Zoti te barezala. Mbulesa është obligim. Zoti e ka obliguar femrën muslimane të mbulohet. Nëse nuk mbulohet, bën mëkat. Dhe mëkati nuk është i vogël. Mëkati nuk është i vogël. Me dorë Allahut me mëkat të madh nuk është punë e thjeshtë, nuk është punë e vogël. Çka ndodh pasoj Allahu e din. Por në esencë, besimtari përgatitet me dalë për Allah të mënduar. Edhe kur bën vepra të mira, e ka një dozë të frikës, sa thu vallë e kum bo që duhet. Sa thu vallë ja kum dal. E lëre më me mëkate. Ndaj nuk bën me shku me kësi shpresat kota. Apo po në sfalna, po në kom zemrën e mirë, në bëj mirë. Mos luni me të ardhmen. Situata është serioze, vallahi, dalja para Allahut është shumë serioze. Mbulesa është obligim. Dhe e di nga e që ne ka mësu Islami, kush bën punë të mira, shkon në xhenet. Kush bën mëkate, meriton xhenemin. A qënë Zoti që ka ndodhë nuk e di, përderisa është besimtar. Ka mundësi dënohet, ka mundësi për shkak të punëve të mira nuk dënohet. Por kështu me lënë çështjen e hapur është shumë e rrezikshme. Dhe padyshim se një besimtare e drejtë ka turp para Allahut të mënduar. Edukata e besimit në raport me Zotin e mëson t'i përgjigjet Allahut e jo të ikë nga udhëzimet e Allahut xhallahu ala. Prandaj them që nëse mbulohet e kënaq Zotin e vet. Nëse mbulohet e përmbush një kërkesë të besimit që ka besu në Allahun te bareku teala. Nëse mbulohet e ndjek rrugën e grave të devotshme, nënave të besimtarëve, grave të Muhamedit alayhi salatu wasalam, devotshmeve, grave të devotshme gjatë historisë deri në kohën e sotme, është rruga e mbulesës.